Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Falëndrim dhe lavdërimet tona dedikojmë Allahut të madhëruar, atij i cili është një dhe i vetëm. As ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej kujt, dhe askush në gjithësi nuk është i barabartë me Allahun. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi mëshirën e botëve, mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit të rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit e tij që qoftë i lavdëruar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes, selamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Kam menduar sot të sjell temën Islami urdhëron për ndërtimin e një shoqërie me vlera të larta morale e humane. Allahu i madhëruar në Kuranin Kerim në ajetin 136 të surës An-Nisa thot: Bismillahirrahmanirrahim. O ju që keni besuar, bëhuni zbatues të palëkundur të drejtësisë, duke dëshmuar në emër të Allahut, qoftë edhe kundër jush ose kundër prindërve dhe të afërmve tuaj, qoftë i pasur ose i varfër ai për të cilin dëshmoni. Allahu është për ata vlerësuesi me i drejtë. Dhe mos shkoni pas epsheve tuaja e të shtrembëroni drejtësinë. Nëse ju ngatëroni dëshmin ose i shmangëni asaj, vërtet që Allahu e di se çfarë bëni ju. Kurani famëlart, fjala e fundit e Allahut të madhëruar, solli një mas të re për vlerësimin e njeriut, e ato janë dija dhe besimi. Kurani thot se vlera e njeriut është e zbatimi dispozitave të Allahut të madhëruar dhe duke mos u bërë keq të tjerëve. Në surën Hujurat, në ajetin 13 thuhet: O njerëz, në të vërtet ne ju krijuam ju prej një mashkulli dhe një femre dhe ju bëm popuje fise për ta njohur njëri tjetrin. Më i nderuari prej jush tek Allahu është ai që frikësohet më shumë atij. Vërtet, Allahu është i gjithdijshëm dhe për atë asgjë nuk është e fshehtë. Para ardhes së Kuranit Kerim, shoqëria asaj kohe nuk e kishte problem për çmimin, poshtërimin dhe vrasjen e njeriut, madje krenoheshin apo kërkoseshin me gjakderdhjen e tjetrit. Kurani famëlart, në ajetin 33 të surës Isra, thot se vrasja e tjetrit nuk lejohet. Dhe ai thot: mos ja bëni apo mos ja merrni jetën njeriut, gjë që Allahu ja ka ndaluar ta bëni, përveç se kur e kërkon e drejta. Nëse dikush vritet padrejtësisht, ne kemi dhënë pushtet trashëgimtarit të tij të kërkojë shpagim, por edhe ai të mos e teprojë në vrasje, sepse ai është i ndihmuar nga ligji dhe drejtësia islame. Ndërsa në ajetin 32 të surës El Maide thuhet: prandaj ne i urdhëruam bijtë e Izraelit se kush vret ndokën që s'ka vrarë njeri ose që nuk ka bërë çrregullime në tokë, është sikur të ketë vrarë të gjithë njerëzit. Dhe nëse dikush shpëton një jetë, është sikur të ketë shpëtuar jetën e krejt njerëzve. Të dërguarit tan u sollën shenja të qarta, por shumë nga ata edhe pas kësaj i kaluan tërkufit me të këqijat në tokë. Ashpërsia dhe egërsia e shoqërisë në Gabishullit Arabik arriti deri aty sa vajzën e quanin në gurzes dhe varrosnin për së gjalli. Islami i pastër, i butë e mëshirshëm e ndaloi rreptësisht këtë vepër kriminale. Për këtë në ajetin 58 të surës Nahl, Allahu i madhëruar thot: dhe kur ndonjëri prej tyre merrte lajmin se i lindi një vajzë, fytyra i nxihet dhe e mbushet me mjerim. Dhe në surën Tekuin, në ajetet 8 dhe 9, Allahu i madhëruar thot: kur foshnja e varrosur për së gjalli, të pyetet për çfarë faji ishte vrarë. Islami urdhëron zbatimin e amanetit te të gjithë njerëzit dhe ndaloi tradhtinë e tyre. Në ajetin 58 të surës Nisa thuhet: Allahu ju urdhëron që amanetet ju a kthejnë atyre që u përkasin dhe kur të gjykoni midis njerëzve, të gjykoni drejt. Vërtet Allahu ju këshillon mrekullueshëm
dhe vërtet Allahu dëgjon çdo gjë dhe vështron të gjitha punët. Në surën Enfal, në ajetin 28 Allahu i Madhëruar thot: O ju që keni besuar, mos të tradhtoni Allahun dhe të dërguarin e mos të tradhtoni amanetet me vetëdije. Islami urdhëron për besnikërinë ndaj marrëveshjeve e premtimeve dhe ka bërë këtë pjesë të besimit. Pikërisht surja Maide hapet me këtë ajet ku thot: O ju që keni besuar, zbatojini marrëveshjet. Islami i urdhëron ndjekësit e tij që të jenë punëmirë dhe mbartës të moraleve të sjelljeve të mira. Ai i ndalon ata nga bërja e punëve të këqija. Gjithashtu urdhëron për ndërtimin e një shoqërie bazuar në vlera të larta morale e humane. Allahu lartësuar në ajetin 110 të surës Ali Imran thot: Ju jeni populli më i mirë i dalë për njerëzimin, sepse ju urdhëroni që të bëhen vepra të mira, i ndaloni të këqijat dhe besoni Allahun. Sikur jehtarët e librit të besonin, do të ishte më mirë për ata. Ka prej tyre besimtar të vërtet, por shumica e tyre janë larg udhës së drejtë. Islami urdhëron pasuesit e tij që të bashkëpunojnë me njëri tjetrin me mirësi e devotshmëri, e jo me gjunahe e armiqësi. Në ajetin 3 të surës Maide lexojmë: Bashkëpunoni me njëri tjetrin me mirësi dhe në të ruajtrit nga të këqijat dhe jo me gjunahe dhe armiqësi. Frikësojuni Allahut sepse ai dënon ashpër. Kështu që Islami me doktrinën dhe legjislacionin e tij e drejtojnë shoqërinë drejt qytetërimit dhe i fton individët e shoqërisë që të respektojnë të drejtat e njëri tjetrit dhe ndalojnë çdo lloj agresiviteti dhe qenies njerëzore ndaj pasurisë dhe fisnikërisë së njeriut. Islami ndron njeriun, sikurse lexojmë ajetin 70 të surës Isra ku thot: Në të vërtetë ne i kemi nderuar bijt e Ademit. Allahu i fuqiplot ka vënë në shërbim të njeriu gjithçka që ndodhet në gjithësi. Këtë e përmendet ajeti 13 i surës Gjathie, ku Allahu i Madhëruar thot: Ai ka vënë në shërbimin tuaj gjithçka që gjendet në qej dhe në tokë. Të gjitha janë prej tij. Me të vërtetë në këto ka shenja për njerëzit që mendojnë. Në surën Lukman, në ajetin 20, Allahu i Madhëruar thot: A nuk shihni se si Allahu ju ka bërë të mundur të shfrytëzoni të gjitha ato që gjenden në qej dhe në tokë, dhe ju kanë mbuluar me dhuntit e tij të dukshme e të padukshme, e megjithatë, disa njerëz polemizojnë për Allahun pa kur far dienie, pa kur far rrëfyesi dhe pa libër ndriçues. Edhe te hyjt bjalon të mirës së profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, respektohet dhe sqarohet mrekullueshëm respektimi dhe nderimi të drejtave të njeriut. Ndër të tjera aty ne lexojmë: O njerëz, thot profeti i nderuar, dëgjojeni se çfarë do t'ju them, se nuk e di a do t'ju takoj më në këtë vend pas këtij viti. O njerëz, frikësojeni Zotin dhe respektojeni atë. Bëhuni të njerëzishëm dhe të drejtë ndaj të tjerëve. Kjo është dita e kurbaneve me emrin e Allahut. Vërtet gjaku, nderi dhe pasuria janë të shenjta për ju, derisa të takoheni pra me krijuesin tuaj, ashtu siç është e shenjtë kjo ditë në këtë muaj dhe në këtë vend. Ruajini, respektoni dhe nderoni vlerën e personalitetit. Njeriu është vepër madhështore e Allahut. Mirë ai që e përçmon nderin dhe dinjitetin e veprës së tij. O njerëz, ju sigurisht do të ktheheni tek Allahu i Madhëruar dhe ai do t'ju thërras të përgjigjeni për veprat dhe punët tuaja. O njerëz, kujdesuni për njëri tjetrin, duajeni dhe ndihmojeni njëri tjetrin. Mos guxoni ta fyeni apo ta grabisni njëri tjetrin. Këta janë gjunahe të rënda. Merrni vetëm atë që ju jepet me dëshirë. Respektojini pasionueshmërinë e pasurive tuaja, derisa të jeni në frymën e ligjeve të Zotit. Islami dhe interesi i përgjithshëm le të jetë mbi ju dhe mbi interesin tuaj. Përkushtoja në Islamit jetën tuaj dhe me punë për Islamin, jepni prej vetes gjithçka që të mundeni. Kurrë mos e shkelni të drejtën dhe nderin e tjetrit. Mos i bëni dhunë vetes. Mos harroni se mëshira është një ndër themelët e Islamit. O njerëz, thoni gjithnjë të vërtetën e pastër. Asnjëherë të mos ju largoj urrejtja nga rruga e drejtë. Drejtësia është motra e devotshmërisë.
Fërkësojuni Allahut se ai i sheh mirë veprimet tuaja. Shikues dhe dëgjues të nderuar, këto janë vetëm disa porosi që kemi shkëputur nga hutbja lëmtëmirës së profetit Muhammed, pasi gjithë hutbja është porosi dhe këshilla për ata që i pranojnë këshillat dhe porositë. Siç e përmendëm edhe më lart, mund të themi se mësimet islame përqendrohen në çështjet e marrëdhënieve mes njerëzve. Ato nxisin që këto marrëdhënie të jenë të bazuara në dashuri dhe në respektimin e të drejtave mes njerëzve. Mes tyre duhet të mbizotrohet përkraja, solidariteti, dëmshuria, dashuria. Nuk duhet të ketë urrëtie, armiqësi e mirë mes tyre. Padyshim se kur sundojnë virtytet morale dhe sjelljet e mira në mesin e njerëzve, do të kemi një shoqëri të qëndosh. Pikërisht në ajetin 90 të surës Nahl, Allahu i Madhëruar thotë, në të vërtetë, Allahu urdhëron drejtësinë, mirësinë dhe ndihmën për të afërmit, si dhe ndalon pra imoralitetin, veprat të shëmtuara dhe dhunën. Ai ju këshillon në mënyrë që ju t'ja vini veshin. Nëse zbatohen porositë e krijuesit të madhëruar, padyshim që të drejtat e krijesave janë të ruajtura e të respektuara dhe askush nuk gëzon ti në përkëmbë të drejtat e njeriut. Shikues dhe dëgjues të nderuar, këta ishin disa porosi se si ne të kemi një shoqëri të mirë të ndërtuar me vlera të larta morale dhe humane sipas Islamit. Lutim Zotit na bëj prej atyre të cilët vërtet i zbatojnë këto porosi dhe këshilla. Shikues dhe dëgjues të nderuar, kemi përfunduar kështu temën për ditën e sotme. Ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju.